Tawallau yastabdil qauman ghayrakum. Nëse ju ja ktheni shpinën, do t'ju ndroj me një popull tjetër që nuk janë si kur ju tradhtar. Anita djem. Ju ndroj. Yastabdil qauman ghayrakum. Thumma la yakunu amthalukum. Që janë si kur ju tradhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. Të vëllezër, na në këtë fenë që jemi, në këtë islam që kemi, përgjithësi të madhe kemi para Allahut Gjelle Gjelalu, që kemi më marrë në pyetje çka kemi bo me këtë emanet të madh, me këtë din të madh, dinul Islam, dinul Kur'an, për të cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thënë: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." O vllaznit e mi më të vjetër dhe më të ri, është një islam, është një dritë e madhe. Dritë e madhe. Unë kam me shku paka shumë që t'ju njoftoj e vëtrive edhe më të vjetrive periudat që po kalojmë na. Për ndryshe, ju derse e nasihatet tash ju kemi ngopë. Mbi 5-60 hoxhallar janë në për internet, televizore, radio, muhabet, deri që të ju kena ardhë. Ama dishka s'ka bereqet, nuk përshohim konkretisht diçka kume diçka. A muhabet e kini sa dumesh. E tribuna islame, e levizje, ija hoxhallare të shkove, atje, këtu në vendet tjera europiane, ku di unë ama diçka pun, po duket si shumë, ama nuk po duket bereqeti diçka sa duket. Po thomë s'po duket bereqeti se po ju kallëzoj që tash të drejtën, unë para 5 ditëve po vi prej Prishtines për Itali, Verona, vetëm unë me shoqën time, vetëm shoqja ime ke me shami, as një femën tjetër hiq jo. A femë në plot në aeroplan? Ose vishëm për Zurich, ose për Basel, ose për vendet tjera të Evropës. Që ku kara njëherë, puna e mbulesës gjinisë femrore. Në anën tjetër, plot herë se unë vine për Evropë prej 77-ës. Pa le plot ju. Kur në kap namazi i sabahit të tje që shkojmë, shumë herë prej këtu ujtë ose prej Gjermanisë, i vrej 1, 2, shumë 3 ka bon vaki që mu kanë bashkan gjitë mu falë. Qerit se falin hiq namazin e sabahit.
Po len dilli, kanë hypë në aeroplan. A o mira o keq? 2. E treta, kemi hypë në aeroplan, po i vrej në Ramazan, po hanë, po pinë, s'ka gjënim. Hajtë diku jalon për din fikun mirë, që e ban me hangër ustari. Ustari ban me hangër, po në Kur'an thot wa antasumu khairun lakum, po që se agjeroni në udhtim është ma mirë për ju. E ma, kur e zbrita jeti, kur kanë udhtu me deve dhe në kam, nëse udhtar je, të lejohet agjerim, po nëse agjerojsh, ma mirë për ju. E qëfar udhtari sot me këto kushtet leta? 2 orë, Zurich, Prishtinë, ose Shkup, ose Tiranë. Qëfar mundimi po kanë muslimanë sot? Udhtarët e kanë fjallë. E pëshe që ka është në hak të mbulesës, të muslimantë, në hak të namazit sabahit. Namazi sabahit nuk ka si i drekës e i qinisë. Se i drekës udhtarit i lejohet me evanua deri një qini. E mi bo bashk, hajde se falet në Prishtinë, në Shkupa, në Tiranë. Ose namazi akshamit, ban mu bo bashk me t'jacis, hajde se mas jem udhtar e fali aksham e jacin për shef. Në regull, e i sabahit, kur dele dili ku falish? E bësh bashk me drekësa? Po i zbanët bashk me drekësa. Që kjo zbashkohet, që ata 4 i ka bashku Resulullahi në rrugë në udhtim, ama që të sabahin se ka bashkua. Edhe ata i ka bashkua dreke i qini, aksham e jaci. Ama ja shqiptar që me shkua në pun, e mi bashkua kur të vjen të shpia, sabah dreke i qini, aksham e jaci, kret kazan jaci. A ka qështu fika? A ka dhe qështu lëndë që mësohet mbrapshta? A ka në fikul islam qështu dishka? Ose mbulesat që thash, ose haja ushqimit në aeroplan në Ramazan, diqysh po më vjen kështu besigurin në pajtim me mua, lafe e derse, vallahi si ju kena lon mangut. I di plot shok tonët që po dalin e po vine, po shkojme tash në për radjat e, o konë për para vështirë, kur kemi fillu me e punu davetin, para 30 vjetë. Vështirë se s'kishim kur far elementi me dalë para publikut. Kush vjen në xhami edhe s'ka as radio, as diqysh aniknina, u varaskam shkojshëm. Tash dolen mjetë, internet, YouTube, ku di unë, tash pëthejnë mulla Gogla, e hafës YouTube. Në regull, në rezultate dobet. Po pak kemi leviz, unë që aty para kesh të folë me këta vlezrit disa jashtë, 77, 78, në për Evropë kishte Jugoslovenski klubovi. Aty u pike rakia, e u shërbeshin me femne të gjveshura, e u pin të alkoholi, e u pin të duhani, e vinte puna edhe janë vra, unë e di që janë vra në mezveti, pse ato që shërbeshin shkinat që i bike Jugoslavia, her këti kështu, her ati ashtu, a i mu ma ka bo me sy, më ka dasht, mu kjo mu, janë kacafyt, janë vra në ato vende, unë e di rast që janë vra. Ato kaluën që ato kohëna që shkaluën, i kaluën me 2, me 3, a me 4, kaluën. Tash kanë ardhë asimilime të reja, taze, janë asimilu populli. Qysh asimilohësh? Tu ka bon reja Gjermane, reja Franceze, tu ka bon dhondri Spanjol, Kushërini kuj është në Spanja? Po vëllahi. Në boni njëherë një iftar, një vllag këtu, në boni një shërbim shumë të mirë dikushe, në gjiroj shumë mire, me kësi far video kamera, zdi shka një kënina. Thash, po këtë vllag nga e kemi, se po shihet që nuk ka fatës diqysh naq që ishe patëm pa. Tha dhëndrianë, po nga është prej Portuges. Thash, këko Kushërini Ronaldos.
Po është musliman, jo, tha, ka njet mu bo musliman. Njet e kisha, mu ish bo dhondra, kish bo fmi. Asimilim, shkatrim në vlera. Shikoni o vllaznit e mi, shpinë mas i ta ndërtoni. Ban mi aprish do një dere, do një pengjere, do një mur, ama shtyllat zban mi aprish. Baba i ka bon dhoma 4 për shembull, për arsye se i ka djem, po du si cili ka një dhomë mja bon. Unë po du mi bon 2 dhoma bashk, salën, e me vu një plazmat madha atje. Am kuptuat? Që mi pa njerës live, high definition e 3-dimensional. Ta është edhe 4-dimensional kanë më në arsenet. Edhe po du mi aprish një mur me bo salon, prishet muri nëse në shtylla. E shtyllat e i prishen në shpis. Neve shtyllat ne u kanë shkatru, më saroni. Mbulesa në shtyll. Namazi në shtyll. Ramazani në shtyll. Respekti i babës edhe i nonës është shtyll. Amo martesa është temel. E temelja vihet në tavana, shtylla vihet në tavana, vihet në temel. A kuptuat djemëtëri edhe pleq. Këtu po thamë unë s'ka rezultate shumë. E muhabet e kini muhabet, apo vjen Mazlumia, Shefqetja, Akremja, Fadilja, Abdullahja, Hasani, Hisani, plot muhabete. Nuk kemi dishka në bereqet si jam i mirë. Unë s'po pajtohëm, dhe më thonë, nashta ju jeni pajtuë mirë e hoqë, se që jena konë mirë jena. Unë e diqysh sën po pajtohëm mirë, jena konë, ku me ditë shka, jena më mirë, për prapë, s'po më do këtë si jena mirë. Tash unë më sta nxjerri këtu para juve një hall, e ju se kishit ditë për para, tash unë ju kallzova juve. Jo, keni ditë. Tu ka tek, ama një qytet si Zvicra, që ju ka dhonë gjithë këto drejta, edhe juve, po dhe neve që po vinë, po ne jep vizat, drejtat e ardhjes, e drejtat e shkuarjes, në këtë numër të madh shqiptarëve që kemi në Zvicër, që është si popullat, po më duket e 4 mas gjermanëve, francezëve, italianëve, pastaj vinë shqiptarët, si popullat, kurse mas krishterëve, feja islame vjen radhitet numër 2 në Zvicër, po duket që na duhet me pas pak aktivitete më të gjalla dhe më shumë. Për shembull, ju inshallah Zot ju jep organizonin me zveti që ta keni edhe televizoren e diasporës. Jo më shërbyje me ata televizorat tonë. Se ju këtu po shërbeni me televizorat tonë. Ata televizorat tonë pja u shajnë shamijat. A pja u shajnë? Po dhe. Që ata televizorat tonë? Pas ka. Me pas edhe televizorin e diasporës. Mandej mbi këta, me pas edhe dishka qeter, me pas inshallah. Ju të regoj, viteve 88-ën. Kam ardhë prej Arabijës, i kam bët 2 javë ditë këtu në për Gjermani edhe më këthyje. Kam vizitua në Gjermani qytetin Këll. Edhe disa tjera qytete. Vllaznit tonë, musliman turqit, e kishin blej fabrikën e Tomlit. E kishin bën supermarketin, xhamin, kolegjin e nxënësave vinë të hanën, para shtatëve, ose dilën masjacis, e deri të shtunën nuk shkojnë më të babat e të nonat e vete. Aty mësimi haja pia. Në Këllën, tash është në Këllën e xhamia madhe, më konë përja 3 mujve këm pa. Po tash a unë qatë vend, ason se di, se atëherë po foli për 88-ën. A më kuptuat ku mundët një shoqëri? Shqiptarët në për Zvicër, ku e kemi kolegjin e nxënësave tamë? Kolegjin e nxënësave, ku keni? Po hiq s'kini. Hiq s'kini. Fëshnjorët ku i kini? Po hiq s'kini. Me pyet, pas kini para, jo be para, ju jeni kret jeni klas punëtore, për para nuk kam pyetja. Se jeni kret klas punëtore. Ama fëmija jytë, ku po edukohet? Ku po edukohet fëmija jytë? I shkova njonit në shtëpi.
Zonë në përshpia vi rrinë në hotel karvim, edhe vim plëter. A i vetë po të regon. Thash kuj ki e fëmin, tha në qerdhe. Po kam qef, thash edhe unë me pa qerdhe në fëmive tu. Ajo qerdhe ishte në kuadrë të kishës. Aty punon të qerdhe me fëmijët, me të gjithë fëmijët. E në të qerdhe kjo kishte 3 fëmijë, që kjo unë që isha në shpiti. E në kuadrë të qerdhes, që po punon në kuadrë të kishës, qerdhja e fëmijëve, apo foshnjore, apo që thoni ju, kindergarten. Ju i thoni kindergarten. A dita mirë. E kindergarten, aty, po apo mësojnë ato motrat e nderit kishës që jënë ato me shami, me havale. Pse aty në spja unë alojnë havalen, e gruas tonë dhe ja kanë ndalu havalen, pyt njëherë, e motrës tonë dhe ja kanë ndalu, kush ja kanë ndalu havalen? Jo, vetë baba ja kanë ndalu havalen, burri s'pe do me havale gruan. Moti na i thëshme ju matë vjetrit e dini, ju tritë si dini, na moti i thëshim para 40 vjetë, po foli, kërja hekshim havalen, po kam qef me ba gruan gëspogjice, si gëspogjet e Beligradit. Ju se dini të rritë që ka në gëspogjice. A dini, të pleqët e dini, atë vjetrit tja. Qka po mësojmë, thashtë në këtë kindergarten? Mirë shumë, ja u japin një haje, mirë, regull, shumë mirë. E tash se cili po do me kalzu shumë mirë. Unë mora vesh shumë mirë qka është, na kete dim qka është shumë mirë. Një dit, gjyshi, jo baba, po gjyshi i fëmive. E mëre hoqë, thash, ordo, a i pakun si me mosh, tash se më kanë shti në radhat vjetrive dhe mu. E mëre hoqë, ta, e qova një dit djalin atje e pruna, po ham, tha në që tash në sofra s'po ham bukë, në tavolina, adin, se në sofra me hangër thjesht muslimani, po do të tavolinë, mu bosu në Europë, u integrua, po mësë janë zërë një fundit ju më mato sofra, shka është dhe rëtlak. A në kuptuat? Dhe thash ku po hani, tha po ham, tha në tavolina, e shtrim atë mbulesën e tavolinës, edhe e mluam këtu tavolinën ku po ham buke, pi thot e djali. Grua, ku djali? Këshur në dhomë, këshur këtë dhomë, këshur në dhomë, sa djali? Së tash, edukata familjare është e madhe, ajo është shumë se një madhe. Ku është kër e këshyrëm, që kemi shtru bukën, kish hinder tavolinë mrenda për fundi këtu, ajo e ka mbuluar mbulesa tavolinës, dhe kër e këshyrëm këtu, i kish bën duar të kështu. 5 vjeçaj. Shka po bëjsh djali jam? Që e thonë, në ka thonë mësusja në kindergarten atje, kur të hani bukë, bëni qështu. E ti ku e ki kindergarten, mi thonë fëmis, kur të hani bukë, bëni bismillah? Ku e kemi në atë kindergarten? S'kemi në ku pëdim, s'ka në këtu. Po shka ka këtu? Shka ka këtu? S'ka këtu, shka ka. Po ku është ajo? Ja, rëpë. Kam dronë se do të humbim dinin e Allahut. E Allahun Kurani Kerim për thëtë, o im të të velle u jestebdil kaumen gajrekum. Nëse ju ja ktheni shpinën, do t'ju ndroj me një popull tjetër, që nuk janë si kur ju tradhtar. Anita djemë. Ju ndron, jestebdil kaumen gajrekum. Thumë me la jekunu e bëthalukum, që si janë si kur ju tradhtar. A na kemi me borç 4 gjëra mirujt fort, 4 gjëra mirujt fort, e për to me dek. Anitët? Mirujt fort, e për to me dek. Thot Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, qoni salavat për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Arbaun
idha kunne fike, fela alejke, ma fateke minet dunja. 4 gjëra nëse i ke, manin mend mirë, ju trit. 4 gjëra nëse i ke, mos u bën marak që shkoj dunjoja hiç. Nëse i ke, nëse si ke, bënu marak që shme i pas. Nëse si ke edhe si e bon marak as që shme i pas, ku për ty që ka vjen për mas. Arbaun idha kun në fike, fela alejke, ma fateke minet dunja. 4 gjëra, nëse i keni, mos u bani marak. Pse mos më bën marak? Pse bani marak ju kreta, e në ngulbet. Thuash, 30 vjet jem myt, sakat jem bo, invalid jem bo, një hotel së në nreqa. Ai qetri thot 40 vjet me plot djem Zvicër, një bazen së në qele atje në vendin tem, një punë benzinës së në bona, një hotel, një motel së bona, një fabrik dvogël, mini fabrik së në bona, një salë sportive së në bona, si cili me një marak të investimeve, një fabrik të blokave së në bona, një superacion të zollit së në bona, këton së në bona, maraket e dynjos, apo ja? Si kur i rivi që ka thot, 8-19 vjeqi, e do një bicikl 500 franga, 1000 franga, që ka janë? Ose pak ma anek nina, njonit që ta shumë një hypa me një kërë një dit, përshe, matrejet që ka janë të shpejta, apo limuzin, jo sport. Qysh? Panamera. Aeroplan mrenda i shkon kër hypa. Thash, mashallah, inshallah hecish rrugë të hajrit. Tha, që të shumë marak e këm pas, masi e këm bo, që të shumë marak e këm, namazin s'pe falke. Të bënë marak ma ato që të Allahu të vyën, Panamera e pranvera e vera sa dush të ne që bëhen, fabrikat për të ne që janë. Po jitni po tutë një që po jitni pa Panamera para veshta, sa dush ka kera, të ne që sa dush ka, fabrikat ditë e natë 24 orë punojnë. Bënu marak bënu për qëto 4. Ta shohim në hadith që ka jenë këto. Ju apë thori kur po bëni dua namaz, Allahumma rabbena atina fit dunja, hasanatan, va fil akhireti, hasanatan, va qina adhaban nar. Ja Allah, lejp të mirat e dunjos edhe të mirat e akhiretit. Ta shohim këto të mirat e dunjos, shka ka. 4 gjëna nëse i ke, lumiti që i ke, nëse si ke, mundoh që të i kesh. Nëse edhe s'mundohësht të i kesh, ku për ty, qka si ke. E para është sidku hadith, me kon i drejt gjithë. E para, sidku hadith, gjithë me kon i drejt. Allahu Gjelle Gjelaluhu po thot për ata që duhet me kon i drejt, ja ejuhalladhina amenu, manen mend jem të mirë. Kuj, ja ejuhalladhina amenu, këni mësu, kretë që ka do më thonë. Ja ejuhalladhina amenu, takullah, wa kunu ma sadiqin, keni frikë Zotin edhe bëhën ju me të drejtit. Kush janë të drejt? Pejgamber të Allahut. Salit. Shiko e para, mu bon i drejt. A je i drejt? A folish drejt? Kontrollo vetin vitin 2013 sa her ke rën. Për 36 dit, kontrollo vetin sa her ke gëny, ke rën sa her. Edhe tash sot data e 3 janarit, deri në 31 december, 31 dhjetor, shka ki me bon? A kjo fjallë o vllaznit e mi që na s'pëna i troket shumë shpirtin, s'pëna cokatën shumë zemrën. Ja ejuhalladhina amenu, që tash në këtë gjuhën e re të elektronikës, ju kretë për e dini këtë gjuhën e re të elektronikës, po thënë, qëm, hoxha të erdhe një mesazh. Ju pleq, ta keni ditë s'ka mesazh? E jo, thuj. Së kemi ditë. Kur e mësuam na fjallën mesazh, mas i dori celulari. Ju në Serbia, atje në Kosovën lindore, e keni mësu ma heret, se keni pas celularin ma heret.
Ha? Në Kosovën lindore, thash. Po e kanë shtinë shkijet në to. Në ashtu në Mitrovicën Veriorës, ç'ish duhesh thuj? Allahu Ekber, Allahu Gjelle Gjelalu na bashkoft me zemër, e me fe, e me vatan. E tash, kur e mësuam mesazh, a ke pa me mesazh çka po bëhet sot? Kret shejtan lëqët. Edhe të mira po, ama kret shejtan lëqët. Mirë po, kur po të vjen një mesazh, me njëheri mesazhi po vjen që tu, ti si e në gjendje mo me ngu dersin. Kur për një shkjum, kur për shë gjëmatlia, pi sajfës par të dera atje. Ku për shkesh be një mesazh i ka ardhë. Ose hoxha s'ka vakët mo të spi mas farzit me bon. Selamu alejkum vë rahmetullah, në dyonët. Me njëherë dërën gjepi pas ka ardhë shka, edhe kjo ma janisit. A mund gjasë në shmojnë, të në tash, në vesh e reduktova kohën pak. Në gjasë në shmajnë. Me një rendin mesazh, s'ka vaket, të sbi me bo, me një heri. Mirë, në regull, hajde, u pajtuam, hoqë, zemani ka ardhë. Në regull u pajtova, dhe unë që me juve, për thamë. Që kjo mesazh që ka ardhë, s'fi s'komja, a bjerë këtu të ju? A i bjerë mesazh dhe kuj, Gjibrili a.s. Të në avala 900 bjerë. Në Shqipni Eagle Mobile. Në Serbi, Serbia.com. Këtu Swiss kom. Atje Vodafone. A i vjen dikuj mesazh Gjibril.com? Ha? Po s'ka mesazh Gjibril.com. Kura në ala i mesazh, ja e dini? Para se me vdek Resulullah, ja u në alë. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إسلام دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام وكريا mesazhin al. Mirë. Çat mesazha hiç s'po do me lexuat asnjëherë. Apo do me lexuat çat mesazh ti? Cili mesazh ka më shumë rëndësi? Që ky sfiskomja? Jo be këto, edhe me shkruaj çka më shkrua, aty në mesazhe kërkush nuk të shkruan fjalë të mëdha, sa ato i lexon çdërkush. Aty çka të shkruajnë mesazh ty, shkruajnë apo vish me pini kafe. Punë madhe. Si e, a je aty të shpia të vi mas një ore? S'ka që tërsant, në mesazh pick-up nuk të shkruun, sa kalasha po duhesh të t'i bia, a shkruun që të dhe kusha? Se e di që të kushin lezon. Ose sa aeroplona po duhesh me i ble, edhe që ta s'ta shkruun kërkush, po të shkruun një mesazh të vogël. Për që të mesazh të vogël ti pa qare me lexue, pa qare me kuptue edhe me dal pi xhamis. Mirë, në rregull, u bon edhe këto po pajtohem. E me mesazhin e Allahut që të ka ardhë, ja e ju helledhina amenu, pi Allahut. E ka bartë rjetin, Gjibrili, e ka pranua kodin, Resulullahi sallallahu aleyhu sallam. A hiç s'po do me lexua? Wallah, po mire kjeti hoqë. Edhe bolë që ka të mire kjeti hoqë, salamu alaikum. Edhe pak të kryt, është një këm krye. Në është vakti, vallahi, veç një jetë ta një e qetra. Ata shtyjmë pak ajo. U bon po, kjo hoqë apo të më thonë jo, po masi u bon po unë tash jem hoqë, kjo në ngoje. E para vllaznit e mi, sidku hadith, e dyta, shkurt komira, e dyta hifdhu emane, me rujt emanetin. Fjallën e drejt, e mandej me rujt emanetin. Kret këto kanë mesazhe ilahije. Kret prej Allahut vinë këto mesazhe. Inna Allahe ja emurukum an tuaddul emanati ila ahliha. Allahu po ju urdhron. Emanet, çfarë emaneti? Emaneti më i madh është dini i Allahut. Mandej respektimi i prindve. Mandej nderimi i gruas me rand të poshtë. Mandej edukimi i vladëve. Mandej fisin e baxher. Rand mesazhe. Emanete që i keni në dorë. E dyta. E treta, këto si t'i kini, për dhëtë pejgamberi, mësë boni gajle si t'ka shku. Dhe më thonë, si t'je i drejt, mësë mërzit. Si t'a kerujt emanetin, prap mësë mërzit. E treta, si t'a kje një grua, që t'a ka frigën e Zotit, e t'a ruan nderin, e t'a edukon e vladin, e t'a kursen dinarin. O, lumiti.
Ama dhe si ta kije një qik, një vajzë, një gocë, eduko që kush ta merë e lumi jaj. A kuptuat? Se po duhet një grua që si. E kush me ta nreq ty qatë qik qështu? Qëta është qikat ketë më në celulare, kështu të folë e të hecë. Ama edukat, Far edukat, a i ke parë që në bo ketë. Jemi bo ketë, po folim vetë me vete, qëtash. Si po dalim në iPhone-in në Apple, edhe në mollën e kafshume. Ketë, ma që ashtojme, po folim me veti, vallahi, imi bo me folim me vete. Ku me ditë qka po folit vetë me vete? Allahu Ekber. Edhe katërta, masi ma shkurtuat kohën, si do një rrim mas gjumans pak me juve që të knaqimi. Për të katërtën pelon mas gjumans, kush do më nejtë e bëjmë, masi edhe hytëbën keme fol pak, hytëbën 4 cent mas gjumans e vazhdojmë këtë hadith. Inshallah ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, thoni astaghfirullah, është ditën e gjumani, kohën i periudhë dhe kohës, ja Allah, si t'ja lutni Allahu xhalla xhelalu khairin, inshallah ja qëlloni ati kodit bi idhnillahi ta'ala, Allah i na i fal gabimet, na i udhëzoft neve, prindet tonë, evlat tonë, gjithë umetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.